E ti si thashëm në fillim, i thashe gjitha me njerë që Elena është nga Korça, dhe i thash më ndjekin mua, unë nga Korça, unë nga Vlora. Nga Vlora ke pronaren, tha. Si nga Vlora jeti? Po. Që jemi në vlonjatët. Të lumë të mendja që e ke bërë kaq bukur atë vend. Është një kontribut i jashtëzakonshëm për shqiptarët. Unë jam e lumtur që zoti Reso, që është kontributori i dritares, më njoh me vendin që keni krijuar ju. Urime. Shumë faleminderit, prandaj desha të thosha një dy llafe, sepse të gjithë më thonë mua që si lindi kjo ide. Unë kur kam ardhur këtu, kam ardhur në 94, edhe 4 vjet, 5 vjet më mbrapa solla prindrit. Si erdhëm neve nga Shqipëria, mundoheshim se nga që ishim në Amerikë, erdhëm prindrit, moj veshjen, ushqimin, të kompensonim ato që na mungonin në Shqipëri. Dhe prapë unë nuk i shikoja ata të lumtur. Kuptova që ata më shumë ju mungonte ana sociale. Atyre nuk ju bënte përshtypje asnjë gjë. As që hanin aq mirë, as që i vishja rroba unë, ose ke parasysh ato gjëra që ne na mungonin në Shqipëri, t'ua japin prindërve sa më shumë. Gjëja që atyre u mungonte më shumë ishte jeta sociale. Dhe kur nuk do ta harroj, dhe fillova pasaj që të kërkoja që ku mund t'i çoja unë prindrit e mi. Dhe si përfundim gjeta një qendër tjetër, si kjo jona, dhe e çova babin me mamin atje. Ditën e parë që ka ardhur babi në shtëpi, i thash, babi, si ja kalove? Tha, ja kalova shumë mirë, tha. Unë e di sa shumë përpiqesh ti, tha, por na duke i vetja këtu, tha, si kur ishim në burg. Sepse unë ikja që në mëngjes, punoja, vija në darkë, ata vetëm, në atë kohë s'kishte as televizor shqiptar, se tash i ka televizor edhe. Dhe ajo më ngeli në mendje. Te ajo vendi që shkonin këta, nuk ishte komplet shqiptare, ata janë rus, megjithatë dhe ata kanë bërë punë shumë të mirë dhe unë ua di shumë për nder që prindërit e mi për kaq vjet ishin pjesëtare asaj qendrës, po gjithmonë në mendjen time isha që pse mos të ndërtoj diçka vetëm për shqiptarët, për këtë brezin e prindërve tanë që punuan dhe luftuan gjithë jetën. Të gjithë e din se si kanë punuar ata në komunizëm dhe dolën me $100 pension. Dhe fëmijët e këtyre prindërve tanë të gjithë punojnë shumë dhe mundohen me të gjitha mënyrat që t'i bëjnë ata të lumtur. Mirë po, kjo që ndërtuam neve këtu është një shtojës që ne t'i bëjmë prindrit tanë të lumtur. Do të t'jap Elenën që të flasi vetë me disa nga këta. Do doja t'i njëja, por parës të iki, po ju them që unë u preka shumë dërsa flisnit, edhe prandaj s'po flisja, se po mendoja që unë nuk ja u sigurova dot prindërve të mi këtë gjë, edhe pse ne jemi në Shqipëri, ata erdhën nga Vlora, erdhën në Tiranë dhe ma të mundja e ndjerë të huaj gjithkohës, më thënë i mungonte Vlora, i mungonin miqt, i mungonin njerëzit që kishin lënë atje. Dhe unë nuk e kuptova këtë gjë që ju kuptuat. Unë nuk e kuptova. Unë mendoja që ata ishin mirë se unë isha mirë. Kështu që më prekët padyshim edhe më gëzuat, më kënaqet, uroj që njerëz të tjerë t'ju shohin dhe ta kuptojnë këtë gjë dhe ta bëjmë për prindërit tanë. Urime zonjë. Ne të dyja duam të thyejmë atë konceptin, sepse kemi marrë shumë feedback që thonë që e ngatërrojnë këtë me nursing home. Jo. Kjo është një Shqipëri e vogël, si shkojmë neve në Shqipëri që pim kafen, që mblidhemi të gjithë dhe synimi jon aty ka qenë, që të vinë këto, të pinë një kafe, të bënë një muhabet dhe ju them të gjithë, hajde provojeni një herë.
Dhe të gjithë ata që vinë dhe e provojnë një herë, thonë që ua, që s'kemi ardhur më përpara. Do të duam të thyejmë atë konceptin që kjo është vetëm për të socializuar. Hajdeni, gjeni një Shqipëri të vogël. Shumë faleminderit, Rudina, unë të ndjek shumë dhe prandaj dhe të zgjodha ty. Helena, do ta vazhdoj atë pjesën tjetër të... Faleminderit. Do shëtisim pak me Helenën tani, të shikojmë... Jam me fat që e kam Helenën. Shumë, një mrekulli e ke. Është e veçantë. Forca me Vlorë. Forca me Vlorë. Faleminderit. Faleminderit. Helena, lëvizim pak ne të dyja të shikojmë. Tani sa është ora aty? Tani është ora 10:30. Se është ndruar ora këtë nga ne pak më përpara. Tani për momentin është momenti kur ata po bëjnë gjimnastik. Është momenti i gjimnastikës. Okej, koka drejt që thomi nuk kam sekonda. Dhe filloj bëjmë lëvizjen. Larg, brapa, 3, 4, vazhdojmë. 1, 3, 4, edhe një vetë përshëndetjem. 1, 2, brapa, 3, Rudina, dhoma që po të flisja pak më parë, është dhoma këtu, që është tipike dhomë shqiptare. O, sa bukur. Dhoma e kafeçkave. Sa bukur. Me qëllim e me... O, sa po, bukur. me vatre, zonja tona, ja dhe Skënderbeu. Ja, pas ka dy zonja aty që po pinë kafe, ti përshëndesim, apo mos i shqetësojmë? Po, ti përshëndesim. Përshëndetje! Përshëndetje, zonja! Sini, Mirë, sini ju, nga ju kemi? Faleminderit nga Korça. Nga Korça? Po si po kaloni aty? Kë po flasim? Me kë po flet? Oh, Rudina! Përshëndetje, Rudina! O, gazetarja që kam fiksim. Ju përshëndesim, si kaloni? Kalojmë shumë mirë, po donim të dinim si kalonit ju dhe donim ta njinim këtë qendrën që na ka treguar shumë ai zoti Reso, na flet gjithkohës edhe tham t'ju njohim. Shumë mirë kalojmë. Mirë s'ka ku vete. Vim këtu, kënaqemi me të gjitha, me argëtime, me gjimnastikën, me ushqimin. Për Korçën nuk ka marrë malli. Korçë mos të Jetë, me zi presin të na vi qeshori koriku të vim. Pse veni në qeshor korik në Korçë? O, jo çdo vit. Ka 3 vjet sa vetër. Apo sa e bukur është bërë? Korça është shumë e bukur. Më e bukur se aty është Korça. Si to mos ne shqimi nga Korça, na pëlqen që ta lëvdojmë Korçën. S'ka gjë. Edhe ne që si jemi e lëvdojmë, na pëlqen. Po ju qofshi mirë, e kalofshi sa më mirë edhe... Shumë faleminderit që komunikuam edhe bashku, kam pasur fiksim të jetën. Po pse kështu? Shëndesim. Më ke pëlqyer shumë si gazetare. Faleminderit shumë, Rafsh. Faleminderit. Kalofshi mirë, zonja. Qofshi mirë. Si thashun, dhoma e kafeçkave, tamam, aty ka dhoma ishin dy zonja nga Korça.